Shikues të radio televizionit të UTA, ne u rikthyem në studio që ndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ku tani do të vijojmë me temën dhe të ftuarin e këtij mëngjesi. Me neve në studio kemi kënaqësi të kemi psikologën Kanita Hoxha Bugari, ku do të flasim për terapinë më të përdorur sot, që quhet terapia Gestalt. Kjo terapi trajton stresin, ankthin dhe depresionin. E për të folur më tepër dhe ditur rreth kësaj teme, ne kemi të ftuar Kanitën. Mirë mëngjesi dhe faleminderit që je sot me neve. Mirë mëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe. Na trego pak rreth kësaj teme, në çfarë mënyre të hollësishme është kjo terapia Gestalt? Çfarë mund të dimë ne më tepër nga kjo terapi? Pra, Gestalt terapia është një qasje terapeutike e cila ka si qëllim ndihmimin e individëve për të arritur një vetdije më të thellë të vetvetes, duke inkurajuar të përpunojnë më mirë emocionet dhe mendimet e tyre në momentin aktual. Terapia është themeluar nga Fritz Perls dhe Laura Perls në vitet 1940 dhe 1950 dhe fokusohet tek tani dhe këtu, duke i dhënë klientëve mundësinë ta kuptojnë dhe të zhvillojnë vetdijen për mënyrën se si reagojnë ndaj situatave dhe emocioneve të ndryshme. Gestalt terapia është veçanërisht e njohur për përdorimin e eksperimenteve, të cilat janë aktivitete të drejtë për drejta, të cilat i ndihmojnë individëve të kuptojnë dhe të pranojnë më mirë përjetimet dhe ndjenjat e tyre. Pra, Gestalt terapia vjen nga gjuha gjermane dhe do të thotë formë, strukturë ose konfigurim. Në psikologji, gestaltizmi është një qasje që thekson se e tëra është më shumë se sa shuma e pjesëve të saj, dhe kjo do të thotë se mënyra se si e perceptojmë botën nuk është thjesht një grumbull elementesh individual, por një strukturë e organizuar dhe kuptim plot. Gestalt terapia i ndihmon klientëve të jetojnë një jetë më të ndërgjegjshme, më autentike dhe më të ekuilibruar, gjithashtu i ndihmon klientëve të lidhen me ndjenjat e tyre, si edhe të marrin përgjegjësi për përvojat e tyre. Nëse mund të pyes, si mund ta dimë që ka nevojë për këtë terapi? Për këtë terapi kanë nevojë ato personat të cilat përjetojnë vështirësi emocionale dhe psikologjike, pra ato personat të cilat kanë probleme me stresin, ankthin, depresionin, personat të cilat kanë probleme në marrëdhëniet ndërpersonale, pra siç janë konfliktet në familje, konfliktet në martesë, konfliktet në çifte, janë ato personat të cilat duan edhe zhvillim personal dhe rritje të vetdijes, pra të rrisin vetbesimin, të eksplorojnë identitetin e tyre dhe kështu me radhë. Ku aplikohet kjo terapi? Gestalt terapia aplikohet tek e gjitha popullata e shëndosh që kanë vështirësi dhe probleme të caktuara. Ka përdorim të gjerë tek të gjitha grup moshat, posaçërisht tek fëmijët. Është e suksesshme, pra siç e thash, në trajtimin e stresit, ankthit, depresionit, sulmeve të panikut, fobive, çrregullimeve psikosomatike, konflikteve intrapsikike, problemet me autoritetet, si edhe problemet në familje, problemet mes partnereve. Gjithashtu është aplikohet për ndërhyrje në situata krizash tek njerëzit me çrregullimet post-traumatik. Aplikohet gjatë abuzimit të alkoolit dhe drogës, si edhe vashmërive të tjera, si edhe aplikohet tek çrregullimet neurotike dhe psikotike, si edhe çrregullimet të personalitetit kufitar. Si ndihmon Gestalt terapia dhe si aplikohet kjo? Gestalt terapia është një mënyrë efektive për të trajtuar dhe për të përpunuar çështje të ndryshme të jetës, si për shembull ndjenjen e humbjes, frikës, pasigurisë, që shpesh janë të shtypura dhe të papërpunuara. Pra, i ndihmon individëve të integrojnë këto pjesë të fshehta të vetvetes, si edhe t'i pranojnë ato si pjesë të natyrshme të përvojës njerëzore. Dhe ky proces i bën ato më të fortë emocionalisht, më të sigurt, si edhe më të gatshëm për të përballuar vështirësitë që mund t'i hasin. Gestalt terapia ka një ndikim të madh në vetvlerësimin, në zhvillimin e marrëdhënieve më
autentike, si edhe krijimin e një jete më të plotë dhe më të realizuar. Pra gjithashtu i ndihmon individëve të marrin përgjegjësi për ndjenjat dhe veprimet e tyre, si edhe të bëhen më të vetëdijshëm për emocionet e tyre. Cili ishte roli i terapeutit në Gestalt? Roli i terapistit është të ndihmoj klientit të bëhet më i vetëdijshëm për emocionet, mendimet, si edhe sjelljet e tij në momentin aktual. Gjithashtu terapisti nuk fokusohet vetëm te e kaluara, por që i ndihmon klientit të eksplorojë mënyrat se si ai përjeton dhe si ai ndërvepron në të tashmen. Disa nga rolet kryesore të terapistit në Gestalt përfshin: e para është ndërgjegjësimi dhe vetëdia. Pra në vend që të japë këshilla të direkta, terapisti krijon një mjedis ku i ndihmon klientit të eksploroj ndjenjat dhe modelet e sjelljes. E dyta është inkurajimi i përgjegjësisë personale, pra terapisti i ndihmon klientit të krijojë marrëdhënie më të mira me veten, si edhe që mos të kojnë ndikim të faktorit e jashtëm. E treta është ndërtimi i një marrëdhënie më autentike, pra marrëdhënia mes terapistit dhe klientit është thelbësore. Terapisti është shfaqet si një personi i plot, duke qenë autentik dhe i hapur në seansa. Në përgjithësi, terapisti është një udhëheqës i procesit, por jo një figurë autoritare. Ai krijon një mjedis të sigurt për rritje dhe eksplorim dhe i ndihmon individëve të vetëdijsohen, si edhe të ndryshon përmes përvojave të drejtë për drejta. Ajo që është më e rëndësishme të përmendet është edhe pra roli i terapistit, kush është terapisti dhe kush mund të bëhet një terapist. Pra terapisti është një profesionist i trajnuar për të ofruar terapi për të gjithë ato personat të cilët po përjetojnë vështirësi emocionale dhe psikologjike. Ai mund të jetë një punonjës social, mund të jetë një psikolog, por mund të jetë edhe një profesionist tjetër me një metodë të caktuar psikoterapeutike. Mund të ndihmohen ndoshta edhe mosha e fëmijëve, mosha më vogël nga kjo terapi? Po, aplikohet tek të gjithë grup moshat edhe posaçërisht tek fëmijët. Po tek rinia, ka më shumë shtesë nga kjo apo edhe nga mosha tjetër? Edhe nga moshat e tjera. Domethënë tek të gjithë grup moshat. Cilat janë ato teknika që përdoren ndoshta, sepse ndoshta edhe nga mosha në moshë ka edhe teknika të ndryshme apo janë edhe të njëjta se si përdoren? Jo, teknikat janë të njëjta, por mbaret domethënë përdoren në situata të ndryshme. Dhe disa nga teknikat kryesore janë karrika boshe apo empty chair teknik, është dialogu i dy karrikave, është të jetosh në të tashmen apo here and now awareness, është marrja e përgjegjësisë, është përdorimi i gjuhës së trupit apo body awareness teknik, është teknika e egzagerimit, është përdoret vizualizimi, përdoret fantazia e drejtuar dhe role playing. Gjithashtu përdoret edhe teknika e çantës së shpinës, e cila për mua është një ndër teknikat më interesante. Është një teknikë ku përdoret metafora, e cila i ndihmon individëve të kuptojnë më mirë barrat emocionale të cilat i mbajnë me vete. Dhe do doja të shpjegoja pak, se si funksionon kjo teknik. Patjetër. Pra, terapisti i kërkon e klientit të imagjinoj një çantë shpine, në të cilin mbar të gjitha emocionet, pengesat, si edhe ngarkesat psikologjike, të cilat i ka mbajtur gjatë gjithë jetës, dhe terapisti mund t'i bëj klientit pyetje të tilla si, ato pyetje janë metaforike, se çfarë ka brenda çantës, dhe brenda mund të ketë për shembull ndjenja faji, mund të ketë zemërim, mund të ketë frikë, mund të ketë pritshmëri të imponuar nga të tjerat. Një pyetje tjetër është se sa e rëndë është çanta, pra për të kuptuar se sa ndikojnë këto emocionet në jetën e tij. Pra, kjo teknikë është e dobishme tek të gjitha ato personat të cilat
dihen të mbikarkuare emocionalisht dhe të cilet ka një vështësi të lënë pas të kaluarën. Çka është e rëndësishme të arrihet gjatë gjithë këtyre seancave dhe kësaj terapie? Në keshtat psikoterapi, ne flasim për mënyrën se si përdorim vetdijen tonë, për mënyrën se si e drejtojmë vendmendjen tonë, çfarë vërejmë apo çfarë nuk vërejmë, cilat janë ato figura apo cilat nuk janë, për çfarë jemi mësuar të jemi të vetëdijshëm apo për çfarë nuk jemi mësuar të drejtojmë vetdijen tonë, çfarë shmangim të jemi të vetëdijshëm dhe kështu me radhë. Ajo që është më e rëndësishme të arrihet gjatë terapisë është vetëdijsimi. Pra, vetëdijsimi është një përjetim spontan për atë se çfarë ndodh brenda nesh, për atë se çfarë bëjmë, ndjejmë dhe planifikojmë. Vetëdijsimi është një përjetim i drejtë për drejtë që zhvillohet në interakcion mes organizmit dhe mjedisit. Pra, në çdo interakcion, vetëdijsimi është pjesë e rëndësishme integruese, gjithashtu është parakusht për vetë rregullimin e organizmit të shëndetshëm. Gjithashtu, mbaraspesha e organizmit është e rëndësishme për rritje dhe zhvillim, kurse për të mbajtur atë është e rëndësishme që organizmi të posedoj vetëdijsim. Vetëdijsimi është gjithmonë këtu dhe tani dhe çdo herë është i ndryshueshëm. Përfshin njohjen e vetes, njohjen e mjedisit, vetëpranimin, aftësinë për kontakt, si edhe marrjen e përgjegjësisë. Në keshtat terapi kemi individët të cilët kanë nivele të lartë të vetëdijsimit dhe individët të cilët kanë nivele të ulët të vetëdijsimit. Individët të cilët kanë nivele të lartë të vetëdijsimit, këto persona kanë mbështetje të mira në vetvete, janë të sigurt në vetvete, si edhe në potencialet e tyre. Por pse kanë nevojë që të qasen kësaj terapie kur kanë një vetbesim të lartë? Po, kjo është vetëm një krahasim se çka mund të arrihet gjatë terapisë. Se do përmendi edhe pjesën domethënë individëve të cilët kanë nivele të ulët të vetëdijsimit. Por gjatë terapisë këto mund t'i arrijnë, domethënë të janë më të sigurt në vetvete, në potencialet e tyre, të jenë më të qetë, domethënë të kanë mbështetje në vetvete e kështu me radhë. Pra, individët të cilët kanë mbështetje të ulët në vetvete, individët pra të cilët kanë nivele të ulët të vetëdijsimit, pra kanë mbështetje të ulët në vetvete, janë të pasigurt në potencialet të tyre, shpesh herë ato janë të shqetësuar, janë rigid dhe janë të kufizuar me pikpamje mbrojtëse për veten. Dhe arritja e vetëdijsimit është një nga qëllimet kryesore në Gestalt. Detyra e saj është që t'i ndihmoj individëve të i kalon pengesat të cilat ja bllokojnë vetdijen, si edhe të gjejnë mënyrën që vetdijen ta zhvillojnë në mënyrë normale dhe natyrale. Kjo, pra, si zhvillohet vetëdijsimi, mund të zhvillohet nëpërmes apo çka është e rëndësishme është praktikimi i introspeksionit apo reflektimi i vetes, është e rëndësishme marrja e feedbackut nga të tjerët, pra praktikimi si meditimi, shkrimi i mendimeve dhe pjesëmarrja në terapi dhe zhvillim personal. Çdo kund kemi lexuar dhe kemi hasur këtë të fundit që thete shkrimi i mendimeve. Sa është kjo që ndihmon në një farë çlirim të emocionit apo të ndihesh më i lehtësuar? Ndikon shumë. Në fakt, ne gjatë psikoterapisë ne punojmë shumë edhe me vete, pra sidomos në vitin e parë me zhvillimin personal dhe zakonisht kërkohet nga ne që t'i shkruajmë, domethënë, mendimet tona, se si ndihemi, për shembull dëshirat tona dhe kështu me radhë. Por që ndihmon shumë dhe doja kisha sugjeruar personave që të mbajnë domethënë shënime dhe mbasi një kohe mund t'i krahasojnë. Kanita, të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit, ku edhe na trajtove këtë temë mjaft interesante për shikuesit e televizionit të UTA. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve.